Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ahlihi at-tayyibin at-tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala jami' al-anbiya illahi wal mursalin. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirplotët. Falënderimet më të sinqerta janë vetëm për Allahun e madhëruar. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut xhaleshanhu. Të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe beqatia e Allahut qofshin mbi ju. Për ditën e sotme do të flasim rreth temës krijimi si dëshmia më e qartë e besimit në Allahun xhaleshanhu. Kur njeriu ndalet për një çast dhe shkputet nga rrjedha e shpejtë e jetës ku ne jetojmë, përballë tij hapet një libër i madh, një libër i cili quhet Libri i Krijimit. Ky libër nuk lexohet me shkronja, por lexohet me gjuhën e mendjes dhe të logjikës dhe zemrës së zgjuar. Qejtë e shtrirë me rregull, toka e balancuar për jetën, malet e ngulitura si shtylla, detet që nuk përzihen pa lejen e krijuesit të gjithësisë dhe ritmi i saktë i natës dhe i ditës, të gjitha këto nuk janë rastësi, por shenja të qarta të një krijuesi të urtë dhe të gjithdijshëm. Allahu i lartësuar na e drejton vështrimin drejt këtij realiteti që sapo përmendëm, duke na thënë në librin e tij Bismillahirrahmanirrahim. Me të vërtet, në krijimin e qiejve dhe të tokës dhe në ndrimin e natës dhe të ditës, ka shenja për njerëzit, me mendje të shëndosh. Ajeti 190 i sures Al Imran. Besimi lind pikërisht në këto moment të reflektime. Ai nuk është thjesht fjalë shqiptuar, as zakon i trashëguar, por është një bindje e thellë që buron nga vëzhgimi i urtë i krijimit të Allahut. Kur njeriu e sheh se çdo gjë rreth tij dhe në univers funksionon sipas ligjeve të sakta dhe pa asnjë lloj mangësie, kupton se pas këtij rendi qëndron një forcë shumë e madhe, qëndron një vullnet absolut, i cili nuk gabon dhe nuk lë asgjë pa mas. Kurani famëlart e thekson qartë këtë rregull hyjnor teksa thot: Bismillahirrahmanirrahim. Ne çdo gjë e kemi krijuar me mas të saktë. Ajeti 49 i sures Qamar. Krijimi është argument të nderuar dëgjues dhe shikues i besimit edhe për ata që mohojnë, sepse edhe mohuesi në thellësitë të tij jeton brenda ligjeve që nuk i ka krijuar vetë ai, por i ka krijuar Allahu i madhëruar. Ai merr frym pa e komanduar mushkrit, zemra i rreh pa e urdhëruar dhe mendja e tij funksionon sipas një strukture që nuk është vepër e tij. Dhe kjo vetëdije, nëse pranohet me sinqeritet, e çon njeriu drejt përulësisë dhe njohjes së krijuesit të gjithësisë, sa Allahu të madhëruar. Nga Ehli Bejti paqja qoftë mbi ta, Imam Aliu paqja qoftë mbi të thot: argumenti më i madh për Zotin është vetë krijimi i tij. Pra, Imami i nderuar në këtë hadith të tij na udhëzon se njohja e Allahut nuk kërkon argumente të ndërlikuara filozofike, por kërkon që ne të përqendrohemi dhe të reflektojmë te krijimi i Allahut, sepse prova më e fuqishme është më e qartë dhe prova më e fuqishme është që ne ta shohim se çfarë ka krijuar Allahu xhaleshanhu. Ai thekson se çdo gjë e krijuar me rregullin, harmoninë dhe qëllimin e saj në këtë dynja dëshmon për ekzistencën e Allahut të madhëruar. Krijimi është gjuha e heshtur, por një gjuhë bindëse, që flet për fuqinë dhe urtësinë hyjnore dhe që e udhëzon mendjen e sinqertë drejt besimit të palëkundur. Besimi e shndron mënyrën se si njeriu e sheh botën më pas. Ai nuk e sheh më universin si një mekanizëm të ftohtë, por si një shenjë të gjallë të mëshirës së Allahut dhe urtësisë së tij. Çdo lule që çel, çdo fëmijë që lind dhe çdo agim që ndriçon është një thirrje e re për të reflektuar dhe për të falendëruar Allahun e të fuqishëm. Allahu pikërisht për këtë thot në Kur'anin e shenjtë: Bismillahirrahmanirrahim. Dhe në tokë ka shenja për ata që kanë bindje të plot, si dhe në vetveten tuaj. A nuk po e shihni? Ajeti 20-21 i sures
dharriat. Pra njeriu vet është mrekullia më e madhe që Allahu ka krijuar, sepse në trupin e njeriut ndodhet një mikrounivers, pra një univers tjetër të cilën Allahu xhaleshanhu e ka lartësuar mbi çdo gjë tjetër. Trupi i njeriut është ndërtuar me një përpikmëri që te kalon çdo imagjinat njerëzore. Mendja, kujtesa, emocionet dhe shpirti janë dëshmi e qartë dhe e gjallë se njeriu nuk është krijuar kot, por është krijuar për të falendëruar Allahun dhe për të reflektuar dhe për të gjetur rrugën e drejtë. Ai është krijuar me këtë qëllim, me përgjegjësinë dhe me këtë mision që të kthehet në rrugën e drejtë, të besojë në Allahun xhaleshanhu, në krijuesin e këtij organizmi dhe të bindet që Allahu është krijuesi i tij derisa të ketë frymë në këtë botë. Prandaj Kurani thot në brendin e tij se a mendon njeriu se do të lihet pa qëllim? Ajeti 36 është ky i surës Qiyama. Pra besimi e zgjon ndërgjegjen edhe përgjegjësinë. Ai e bën njeriu të vetëdijshëm pikërisht në këto momente se jeta nuk është lojë as rastësi dhe asgjë tjetër veç se amanet nga ana e Allahut për ne. Ai që e njeh krijuesin përmes krijimit, e njeh dhe detyrën e tij në këtë botë, e cila është të jetojë me drejtësi, të jetojë me moral dhe të jetojë me devotshmëri të lartë. Dhe për këtë Imam Aliu paqja qoftë mbi të na thot, ai që e njeh veten, e njeh Zotin e tij. Dhe në përfundim të temës për ditën e sotme, krijimi është ligjërata më e gjallë, por ligjërata më e bukur, sepse është ligjërata më e thellë dhe më e vazhdueshme për besimin. Një ligjëratë që nuk pushon asnjëherë dhe që nuk lodhet, duke dëshmuar për krijuesin e saj, pra për Allahun e plotfuqishëm. Ajo nuk ndërpritet as ditën dhe as natën, sepse çdo çast i ekzistencës është i mbushur me shenja hyjnore, pra me shenja të ardhura nga ana e Allahut xhaleshanhu. Çdo yll që ndriçon në qiell, çdo frymarrje që rrjedh në kreharor dhe çdo rrahje zemre është një dëshmi e heshtur, por njëkohësisht dhe e fuqishme, që flet për Allahun dhe për urtësinë e tij të pafundme. Krijimi i fton njerëzit jo vetëm ta shohin botën, por ta kuptojnë atë me mendje dhe ta ndjejnë atë me zemrën e tyre. Një besim i lindur nga reflektimi është besimi më i fortë që mund të ekzistojë. Është besimi më i qëndrueshëm dhe pa i lëkundur, sepse ai mbështetet vetë në shenjat dhe argumentet e Allahut dhe jo në fjalë të kota. Dhe ky besim e udhëzon njeriu drejt përgjegjësisë, e fisnikron sjelljen e tij dhe e shndron jetën e përditshme në adhurim të sinqert, duke çuar zemrën drejt qetësisë dhe shpirtit drejt dritës së përhershme. Këtë momente të nderuar dëgjues dhe shikues, duke ju uruar mbrojtje dhe ndihmën e Allahut xhaleshanhu gjithmonë, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi ju.